Në emrin tim, pastaj ndalesa e fundit në Gjermani ka qenë një fshat të vogël në Essen, do me thënë pra Essen është qytet i madh, ishim jo shumë larg nga kufiri holandez, ai fshat quhet Erle, një fshat i vogël, një qytet e vogël mund të themi, 8.000 banor, 10.000 banor, diçka e tillë. Edhe kishte nga Podujeva, nga Mitrovica, nga Presheva, pothuajse nga gjitha vendet, nga Afrika, nga Bosnia, sa ishin të plagosur, imagjino kohrat e vështirë. Bravo. Po. Na trajtonin shumë mirë, na të vengjishim, por si pem pa fruta, si thonë, dhe të mohosh vetveten edhe të presësh që shikiran helli, thonë. Apo jo? E drejt. Kështu që ti këmbët edhe drejt, hec. Neve këmbët edhe drejt Hollandës. Drejt Hollandës. Destinacion në Kuturu, në Tym, akoma. Sepse presioni psikologjik ishte i jashtëzakonshëm. E kupton? Atëherë ikim, marrim një tren rajonal jo deri në kufi sepse na zbritën, se kishim biletat. E kupton? Gjermanët ishte mbajmë një faturinë që kishte mustaqe deri këtu të kujtonte atë oton të 1800-s. Dhe ikim në këmbë, në kufi ne na dukej habi që si futesh nga një shtet në shtetin tjetër, se imagjinonim, nuk e imagjinonim që ishte Luksemburg, dhe me thënë ishin të hapur. Se ti baje mend kufite e Kastorias. Me tela, me gjëmba. Ne ishim brapa bote. Në halli. Dhe ikim në Hollandë. Edhe në Hollandë bëjmë të njëjtën gjë. Na drejtojnë në për këto qendrat. Ishim në periferit Rotterdamit, mund të themi më rreth, nuk e di, mbaj mend një gjysmore në këmbë, diçka e tillë, mos të gënjej. Ishte në një fush të madhe gjelbër, ishin si shtëpi dykaqe me parafabrikat, po ishin shumë luksoze për kohën, mund të themi. Maksi, si të duke i bota ndërkohë? Bota e të tjerëve, ndërsa u thoje... Ne ndërronim Dina. E kupton? Ne ishim ndërronim, e kupton, me të metat tona, me të mirat, me të keqet, ne ishim në mosh të re, në mosh, unë isha 20 vjeç, në 94, po. Ndërronim, donim lirin, donim punën, donim dignitetin. Ne atë kërkonim, lirin dhe dignitetin, puna. Sepse ajo të mban gjallë. Dhe ecje dhe kërkoje? Po. Në kërkim të vazhdueshëm ishim. Bas Hollandës, ku ndalove? Bas Hollandës ne vemi në Hoek van Holland, një port. Futemi gjithmonë në mënyrë ilegale, në ora 2 e mëngjesit e 3, diçka e tillë ka qenë, futemi në një kamion. Nuk e dinim ku mund të përfundonte ai kamion, e kupton? E dinim që do futej në anije. E do nisej. Maksi, do të ndërpres edhe një herë, një moment, e di çfarë po mendoja tani, si udhëtimet e Gulliverit janë udhëtimet e tua. Si udhëtimet e Gulliverit, e mbaj mend një libër që ka, nuk e di, në familjen time ishte udhëtimet e Gulliverit. Ishte një burr i gjatë, gjigant që udhëtonte dhe zbulonte botra magjike, botra ndryshme, dhe ti hec dhe kërko.
Ndoshta. Në porte, në bloz, i fshehur atje, te valigje, te këto, ti e kudo në kërkim, udhton. Me që ma kujtove udhëtimet e Gulliverit do ta lexoj. Dhe pastaj? Dhe përfundojmë në Angli. Po si Ne përfundojmë? përfundojmë futemi në kamioni futet në anije. Ti se dje ku po shkoje? E dje ku po shkohen te anija? Jo, nuk e dinim. Paka shumë, e kupton, alla shqiptar që mund të themi. Do vej në një vend. Do vemi në një vend. Por ndoshta diçka ishte e shkruar, e kupton? Dhe përfundojmë në Angli. Unë në moshën 11 vjeç, ishte viti i parë në Levan, te shkolla Dino Ismaili. Ishte viti i parë atëre në shkollën tonë të paktën, që ndaheshin midis rusishtes dhe anglishtesh për studiuar. Nxënësit, dhe duhet të zgjidhni çfarë doni studioni, në anglisht apo rusisht. Unë zgjodha anglishten për lëndë huaj. Edhe mësuesja ishte Julieta nga Fieri. Shumë e dashur, shumë e ëmbël, gjej rastin ta përshëndes atë dhe të gjitha mësueset e tjera që për neve kanë zënë vendin e nënave tona, kur ishim në bankat e shkollës. Sepse ajo mua më thoshte, Maksi, të lutem, thoshte mua, jo për të mburur, e kupton? Më kujtohen fjalët e saj kur thoshte, të lutem, ti je shumë i dhënë mbas gjuhës anglishte. Mëso pak më tepër, sepse unë i bëja mësimet anglishtes në 10 minuta që rekord në orar pushimi. Dhe kur vemi në Angli, më vinë në mendje fjalët e mësueses. Sepse unë isha i vetmi që dija 3-4 fjalë, 5, 10, nuk e di, ato që kisha mësuar në shkollë. Në kohën e pushimit. Parafitrat kisha mësuar më shumë ti s'do bëhe. Po. Dhe përfundojmë në Harwich, në portin e Harwichit, që është në juglindje të Anglisë.